Folë të dhe aspektin genetik, sigurisht e pa më dhe vicat atje që. Po. Nuk shkohet strikt që bjedhi, përket bjedhit. E spjegun edhe atë pjesë, do më thonë, i përzgjedhin kafshët të cilat kanë me prodhu viqa, po, pa tjetër, do më thonë, përzgjedhin kafshët të cilat ja vlen me prodhu viqa femra, të cilat do të përdorën në të ardhmen për remontin e kësaj ferme. Do më thonë, kjo fermë, komplet remontin që e bën prej fermës vetë, nuk blen nga jashtë, do më thonë. Ka arrit që nivellet gjenetike me i përmisu, do më thonë, në atë gjendje është se vetë e bën remontin e fermës. Do më thonë, sepse këtu ka lopë që cilat plakën ose skartohen para kohë, duhet të zavendësohen me mështira të reja. Po dhe emrat ati, jashtë si po. Gjeri gjithë që cili me numër në krejtë. Ka, jep detajet të laktacionit, jep detajet të moshës, jep detajet për se cilin gjellë të cilat janë gjinde tashmë aty. Për këto janë për gjellë si lopët më rekordet të fermës. Këto janë për gjellë si lopët më rekordet dhe për atë arsye këto tani kanë se cila kanë shënimet se çfarë rezultate kanë. Përdojshë të ndëruar miq, këto shpjegime i bëm përmes veterinarit Fidan Krasniqi, edhe pronar i fermës në basë ndërmbëtën dhatë në Kosovë, afer Prizrenit, e cila numëron dikun ka bi afer 300. Afer 300 kreve të. A e sheh ti perspektivën Fidan që mund është diçka me ju parafru kësaj specifike? Ne në aspektin e të ushqyrit jo, sepse ne kemi tjera koncepte të ushqyrit. Ne prodhojmë silazh dhe do më thonë tjera koncepte, për shkak se këta e në shumë këtë nivel kanë treg për me shita djathë të cilin vete prodhojnë. Unë e shoh vetën ndoshta me kombinu diçka me përpunim, mirë po ndoshta koncepti i tillë nuk funksionon të ne. Edhe sistemi i gjetëve? Ma shumë ky koncept kishte me funksionu në regione ku fermat kanë pak janë në lartësi mbydetare më të mëdha, ku janë kryesisht, domethënë munden me shfrytzu edhe kullosa. Edhe mund të thuhet që ka diçka këtu, a është afër bios ushqimi? Ka ndonjë përzimje diçka që ndëgjoj, afër bios tash ne nuk bëm pyetje tek pronarët se po, mirë po to specifika. Mirë po përderisa përdoret edhe një sasi e vogël e koncentratave, atëherë nuk ka është problem. Afër bios. Afër bios. Po qëllimi kryesor është materia thatë e cila arrihet nëpërmjet sonës për me prodhu djathin. Djathi qetësor, djathi qetësor, po. Edhe një çështje që e potencuan është shumë e rëndësishme në industritë përpunimit, që këta janë të luftuar që kafshët nuk e kanë theksin e veçantë tek niveli i yndyrës në qumsht. Që gjatë që në Kosovë dhe qumshtorët ende e paguajnë qumshtin në bazë të yndyrës. Jo, këtu theksi i veçantë është tek proteinat në qumsht, sepse ato japin sasi të djathit, edhe kualitet. Jo, si proteinat. Proteinat janë shumë të rëndësishme, sidomos në përpunim të qumshtit.